Do me të mbrojt, a do unë të shoh punën time dhe ti punën tate? Jo, ti e din shumë mirë. Jo, ti e din shumë mirë. Edhe pastaj ky ka qenë qëndrimi im nga fillimi, unë të kam thënë. Qëndrimi jot çfarë? Qëndrimi jot nga fillimi ka qenë që unë Selinin e dua jashtë. Qëndrimi jot. Dhe ke thënë loja ime është e imja dhe nuk dua ta përzim me tatë. Po shkurrizi këtu. Ti je afër me një person që vetëm po të dëmton. Kurrizin kur ti mua ma ke bërë qartë çaj qëndrimi do ti nga unë. Selina, unë të kam ngrit në çdo moment. Më një përgjigje. Ama kur ty më kthe më një përgjigje, cili është qëndrimi jot kur ti ke ardhur dhe ke thënë unë Selinin e dua jashtë, unë kam marrë për lojën time, normale kam kundërshtare. Patjetër, nëse një person ty të ultërkon edhe del ti do që të më brosh të më kundërshtohesh mua, unë do të mbroj ty, kështu do. Okej, se bëj unë. Unë të kam gjithë e din që unë vetëm të kam mbrapa do bëj unë si dush ti, në rregull. Tani do të çojmë dhe do merrem me Gertin, me Malin, me Kilian, tash nuk po them atë. Jo, tash do bëjmë çfarë dush ti. Tani do bëj çfarë të duam. Jo, sepse ju keni qenë parë që keni thonë një qëndrim dhe me një mendim, qëndroj mendimin tatë. Mos rri me këtë, pse shpëto me Kristin se edhe po gënjen. S'të kam thënë kurr mos rri me Kristin, kurr. Të kam thënë i vigjilente ndaj veprimeve të Kristit. S'të kam thënë kurr. Po ti pse rrin? Ndoshta nuk thash mos rri, ti je vigjilente dhe mos rri. Janë dy gjëra. Vigjilente është thjesht e qartë. Unë nuk jam mirë, unë jam Selin. Unë nuk jam mirë. Ti je vigjilente, është ti je konsciente çfarë veprimesh bën. Patjetër. Unë nuk jam mirë. Unë jam Selin. Unë e di shumë mirë, edhe ti ke shumë potencial.